Ky është momenti kur policia ka ndërhyrë në zonën e Freskut për të ndaluar 48 vjeçarin Ligor Mehmeti. Në automjet ju gjitën 3 armë që kishte si qëllim t'i shiste në rrugën Muslim Keta në Tufin. Një automatik, një pistolet me mulli ju gjatë kontrollit. Në deklaratë thuhet se ai kishte qëllim për t'i shitur në zonën e Freskut në kryeqytet. Ky është operacioni i radhës kur në këtë zonë kapen persona në këtë aktivitet të paligjshëm. Më 10 mars, 2 persona u kapën në aksionin në mes të rrugës. Në bagazhin e automjetit, ku efektivët gjetën 5 pistoleta që dyshohet se janë trafikuar nga Mali i Zi për t'u shitur në kryeqytetin shqiptar, kryesisht në zonën e Freskut. Donati Jaku, 31 vjeç, banues në Shkodër dhe Florian Gjeta, 22 vjeç, banues në fshatin Domje, ranë në Pranga. Më 17 mars, një 46 vjeçar u kap teksa transportonte armë dhe municione që dyshohet se i kishte marrë në fshatin Shëngjergj me qëllim shitje në Tiranë. Policia sekuestroi 4 kallëp tritoli, 2 armë zjarri dhe 1500 fishek. Po ashtu, më 12 janar policia arrestoi 2 persona në Tiranë dhe sekuestroi 2 pistoleta me municione. Ndërkohë, më 1 shkurt, u vu në Pranga 4 persona, ndërsa u zbulua një ambient në Selit ku armët montoheshin dhe magazinoheshin. Blut gjetën 8 armë zjarri, përfshirë 5 pistoleta dhe 3 automatik, pjesë të ndryshme armësh, 1 armë gjahu, krehra dhe municion luftarak, 3 radio, si ato të policisë, 1 jelek multifunksional dhe 9 telefona celular.